Mysafirë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në koncertin e sonëm, të cilën organizon Shoqëria Kulturore Artistike Drita. Po ashtu shfrytëzojmë rastin të përshëndesim mysafirët tonë të nderuar nga Prishtina, Naim Abazin, Miri Braha dhe Sizanën. Po ashtu shfrytëzojmë rastin të përshëndesim juve dhe njëherët t'ju falenderojmë për këtë aksion humanitar. Organizatori i programit është këngëtari i njohur nga fshati jon Mamuti. Programin do ta fillojmë me një këngë popullore, Okeani i Lumit, të kënduar nga Mota Saliu. Këndon Kimetja dhe Feriana. Këngën Moje Mira si lule livadit. Këndon Amer Asani, Volbon Asani dhe Flori Jusufi.
ka i ranë film në Balqe, titullohet nga me të cilën në prezentohen dueti Narcis Zendeli dhe Yamin Dauti. Shikur të ndëruar, shfrytëzojmë rastin të përshëndesim edhe këngëtarin nga fshatin tonë, Recep Dalifi, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për organizimin e këtij koncerti, si dhe për përgatitjen e talentëve të rinj. Pra, sa buke ëmbël, buke tokës tonë, Recep Dalifi.
Shpërnderit. Nana doam dritë. Titullohet kënga me të cilën zemrije Ferati, talentja e fshatit tonë në prezentohet sonte, njëherë dëshirojmë sukses në hapat në më të tjeshëm.
Kënga Zhy Selmani dhe solisti i njohur Xhelal Osmani. Çdo kombëtar burim gjithmonë e ka pas lidhjen, hapat e tij të parë. Të flasësh për fshatin Odër në arenën muzikore, me siguri keni dëgjuar se këngëtari më i njohur Mahmut Ferati gjithmonë na ka dhënë gëzim. Prandaj le të kalojmë radhën me këngën Skena Nënës Kosovë dhe skena Përveç një nën. Mahmut Ferati.
operacionet përsëri.
mbari, ballë vatanit që në gospitali. I vetë Shqipja ndu për së mbari, ballë vatanit që në gospitali. Liri trete kovaj shari, pushka të më që në gospitali, kjarë kologu i rinë vatanit, kjarë në gjatë me pushtë me i tani. Liri trete kovaj shari, pushka të më që në gospitali, kjarë kologu i rinë vatanit, kjarë në gjatë me pushtë me i tani. Këngët të Brekujt Rinit dhe Justret Kosova, këngëtara Suzana Tersylaj.
Arëtia e do plasi, se ishtë do të prime shtyllit rimije, po qaj e buratën dhe naci, që kam malë me falë Shqipënije. Kanë nga i retatën dhe maci, se për një do t'jesh pishtar, pa shatë se s'mund të nasi, as kërkush Kosovë në Alahen. Se nuk shtene kujt e gërinit, nuk gafshojt që qakën sa Kosovani, sa po të lindi, do të një mazën nga lëzohen. Se nuk shtene kujt e gërinit, nuk gafshojt që qakën sa Kosovani, sa po të lindi, do të një mazën nga lëzohen. Tani radhën e kanë këngët, oj Serbi, oj shtrige vjetë, dhe shka ka hasmi këndon Naim Abazi.
Dini tu para çemon male A këndojmë së bashku.
qasë të ndëruar. Si çdo koncert, edhe koncerti jonë duhet të përfundoj. Por para se të ndahemi, shpresoj se një ndalë të kënaqur me ne, kemi dëshirë që të gjithë këngëtarët të dalin në sqenë dhe të këndojmë një këngë së bashku. Natën e mirë dhe mirupafshim në koncertet tona të ardhshme. Mirëmbrëma misafirin nderuar. Mirëmbrëma. Ju keni ardhur prej Turqie në koncertin e fshatit Totër. Si ju duk koncerti dhe si ju pëlqej fshati si ndërsi para disa kohëve që ishte? Shumë bukur, këto organizime duhet me i bën hala ma shumë. Shumë faleminderit, shumë mirë më duk. Si mendoni për fshatin? Para disa vjetëve që keni qenë dhe ju si fëmijë, ndoshta pak e para mendoni, a ka pat ndryshime të mëdha në këtë rajon pas asaj periudhe deri më sot? Shumë përpashime ka të para, keni punu, edhe hala me kohët me ira duhet me punu hala edhe ma shumë. Shumë bukur më duk. Falenderit dhe miru pashmi në rënin tjetër. Edhe pimeje shumë faleminderës. Beqo, bunları izle, bundan sonra da benimle gel. Shumë faleminderës. Pra në është gjendet këngëtari mirë njohur shqiptar prej Kosove, Naim Abazi. Nuk është herë sotme pritja. Shiqoni, përshtypjet e mia janë shumë të mira, jo vetëm për fshatin e Odrit, por për gjithë viset ku janë banuar me shqiptar. Vetëm se këtë region e karakterizon një karakteristikë që sigurisht buron thellë që nga kohën ati lirë ndoshta, një mikpritje dhe një respekt i veçantë që bëjnë ndaj nesh edhe ndaj këngës bukur shqipe. Përndryshe e përgëzoj fshatin Odri për themelimin e shoqënisë Drita, në mënyrë që me shpresë që në të ardhmen të dalin edhe sa më shumë talent të tjerë, të cilët do t'japin kontributin në njëjtësimin e vlerave të mirë fillta
kulturore e burimore shqipe. Ju keni qenë për koncerte, të them edhe në botën e jashtme, edhe këtu. Mirë po, dusha të them se sonte ka qenë me vërte, ka qenë diçka fantastike. Keni diçka të thoni? Ka qenë atmosferë madhështore, do shta ngjashme edhe me shumë, por sonte më duket disi më e zjarrt. Ndoshta arsyeja qëndron se kur je më afër zemrës je më i fortë. Ndoshta është edhe shkaku se ne këtu në radhë herë ndeshim me këto koncerte me këngë folklorike shqiptare. Po unë besoj se në ardhmen me themelimin e shoqënisë drita, me ndihmën e këngëtarit tuaj e tonit të mirënjohur Mahmut Feratit edhe shumë këngëtarëve tjerë që janë të kësaj rrethine, do të dëgjohet më tepër kënga e bukur shqipe, normalisht me shpresë se do të progredojë në drejtim të... Ne ju falenderojmë nga zemra dhe mirë se na vini herave të tjera kur doni dëjertën të hapura. Ju falenderoj edhe unë ju. Antari basis lokale, antari kryesisë, disa fjalë do të na i thot për koncertin, kontributin, pritja, përcjellja, çdo gjë që ka shkuar në nivel. Koncerti ishte mjaft i mirë, po ashtu edhe në radhët tjera neve do të angazhohemi të organizojmë koncerte me nivele kështu si që patë, po ashtu falenderojmë të gjithë aktivistët në fshat cilët kontribuan për organizimin dhe për realizimin e këtij koncertit në përgjithësi. Ju falenderoj. Ashtu, nga pritja juaj kështu madhështore që keni pas dhe neve. Besoj se ditë herë e fundit do të vini prapë, me siguri. Besoj që po, hera tjera do të japemi për salla më të mëdha, më të bukura, dhe ne po mendoj. Ju falenderoj shumë. Tani jam antari ansamblit Azembeta të Prishtinës. Me të vërtet na keni përshtypje të mëdha thot me këtë lodër. Ku i keni bë hapat e parë me këtë lodër ju? Në ansamblin Azembeta të Prishtinës. Ju falenderoj shumë. S'ka vërtet. Prezentoni, ju lutem. Afrim Sadiku, i ansamblit folklorik Azembeta të Prishtinës. Ju falenderit. Ju me çfarë instrumenti? Me sharki. Me sharki. Ju falenderit. Çfarë s'ka? Mahmut, dish pak. Oni bë. Show. Pra nesh këtu gjendet trajneri i juniorëve të klubit futbollistik Drita, për ndryshe sot ka dhënë kontribut të madh për përgatitjen e këtij koncerti. Zotëri Isamedin Nuhiu, ç'keni të shtoni diçka? Mendoj se krejt kjo ishte në rregull, nuk ka ndonjë. Pa koment, do të thoni pa koment. Këtu është edhe zotëri, mirë po për fat të keq, nuk janë të tijat, nuk din t'i bjen, por e ka merak sportin. Prej sportin, muzikë, ju zotëri, si kaluat, si kaloni? Shumë mirë, shumë mirë. Me koncertin sotëm si kaluat? Ishe në rregull. Besoj se s'ka pat asnjë problemi. S'ka patër, por mas do ta kontrollojmë më mirë. Atëherë ju uroj sukses radhëve tjera, të jeni më siçel. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Para nesh gjendet këngëtari i mirënjohur Odran Mahmut Ferati, i cili sonte së bashku me shoqërinë e tij kulturore artistike Bajram Curi nga Prishtina dhan koncert në fshatin tonë, në fshatin Odër. Ishin mysafir të shoqërisë kulturore artistike Drita të fshatit Odër, rreth koncertit dhe atmosferës të cila u zhvillua sonte në fshatin tonë, të ndëgjojmë disa fjalë nga Mahmuti. Po sa të them, sa i përket koncertit, isha mjaft i kënaqur. Sidomos isha i kënaqur nga publiku që na priti aq bukur e aq mirë dhe ditit të na çmoj me vlerat e tona që i bëm ndaj atyre. Pikë së pari i falenderoj shokët e mi që na bën atë të mirë që erdhen nga Kosova për të realizuar disa dëshira të Katundit, do të thotë të fshatit tim Odër. Njëherë i përshëndes edhe katundarët që e bën këtë organizim aq të bukur sa që s'mbahet mend që është bërë ndonjëherë në fshatin ton ky manifestim kaq i mirë. Edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve. Shikues të nderuar, duhet të theksojmë se koncerti i sonëm ishte me aspekt humanitar. Mahmuti do të na thonte se a ka gjasa që në të ardhmen të marrin koncerte të tilla, pasi dihet fort mirë që në rast se sonte kanë qenë me aspekt humanitar, atë do të thonë se ndihma na duan ende. Prandaj çfarë mendoni në të ardhmen? Po ç'të them, në të ardhmen nëse mendojmë ende koncerte humanitare, ne jemi këtu. Mendoj se çdo herë jemi gati. Por në koncertet e ardhshme do të mundohemi që të bëjmë me këngëtarët tonë
dhe me talentet tonë, do të thotë të fshatit. Për sot ka qenë shumë koncert për disa ditë i përgatitën, do të thotë për 4-5 ditë, që s'kemi pas kohë me bërë me shoqërinë tonë. Mamut, ju sonte pat në koncert disa talente të reja të fshatit tonë. Pasi dhe ju hapat e parë keni filluar këtu. Çka mendoni konkretisht për këngëtarët e reja? Ja si për shembull ishte rasti me Zemrie Ferratin dhe të tjerat. Çfarë perspektive ju mendoni? Mendoj vetëm perspektivë të mirë. Sidomos te Zemria u befasova dhe vetë se e kam di që 1-2 ditë që kam bërë ushtrime, përpara se kam dëgju, por jam befasu. Edhe me tjerët mendoj se do të arrihet ashtu. Në emër të shikuesve dhe të shoqërisë kulturore. Die Polizei hat einen Augenzeugen für den letzten Mord. Sie sind eindeutig identifiziert worden. Ja, von einer minderjährigen Kultur. Sie wissen genau, wie das läuft. Für einen Schuss kann man von denen alles haben. Was empfinden Sie? Bei